Është rihapur procedura e prokurimit për projektin e rizhvillimit të vijës bregdetare nga porti Durrësit deri në zonën e Kavaleshensës me një fond limit për 833.2 milion lekësh. Kjo nuk është hera e parë që çelet kjo procedurë. Ajo u publikua fillimisht në dhjetor të vitit 2025 me një fond limit për 540 milion lekësh ose afërsisht 5.5 milion euro, por më pas u anullua. Sipas dokumenteve të publikuar në sistemin e prokurimeve, procedura është shpallur nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në kuadër të fazës së tretë së investimeve për infrastrukturën tregjeve, hapësirave tregtare e zonat model të zhvillimit. Projekti parashikon ndërhyrje përgjatë një segmenti bregdetar për rreth 2.8 kilometrash me zgjerimin e vijës së plazhit deri në 100 metra drejt detit e krijimin e hapësirave të reja publike. Në dokumentacion parashikohet ndërtimi i një parku ulenar të gjelbër, qytetorëve të reja, zonave multifunksionale, infrastrukture sportive e rekreative, si nga krijimi i hapësirave të quajtura green coves, të konceptuar për të lindur qytetin me bregdetin. Projekti përfshin gjithashtu ndërtimin e ambienteve të shërbimit, si bare, plazhe, restorante, qendra informacione për turistët, zona pikniku, qendra shëndetësore, parkim për biçikleta e hapësirë për aktivitete tregtare sezonale. Në plan janë përfshirë nga disa amfiteatro në natyrë për zhvillimin e aktiviteteve kulturore e artistike, si nga ambiente sportive, mes tyre fusha tenisi, volejbolli, plazhi, futbolli, një skat parke, palestër, në ambientet e hapura nga platforma për yoga. Dokumentet parashikojnë gjithashtu ndërtimin e kullave të vrejtimit për sigurinë e pushuesve, banesa dekorative, shtigje kombësore, sipërfaqe të gjelbra, hapësira të dedikuar për aktivitete komunitare. Sipas dokumentave të tenderit, zona ndërhyrje shtrihet në një sipërfaqe për rreth 544.000 metrash katror nga porti i Durrësit deri në Kavaleshensë. Një dokumentacion synon përmirësimin funksional e estetik të vijës bregdetare, si nga integrimin e saj me infrastrukturë ekzistuese të qytetit e hapësirat publike, tregtare e rekreative.